Dhe të qenurit prind pikërisht në ditën botërore të baballarëve. Mirëmëngjesi dhe shumë faleminderit që jeni sot pjesë e emisionit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Drizanin e kemi pas në studio edhe herë të tjera në cilësinë e ekspertit të sigurisë, por sot për ditën e baballarëve kemi në cilësinë e prindit me vajzën Liana. Kënaqësi që ju kemi në studio sot. Faleminderit për ftesën. Sa herë po më duket Drizan formatin më të mirë, të mundshëm. Të kemi të ftuar. Besoj se kjo është aja për të cilën ne flasim në formatet ndryshme, si pikërisht këto momente të kemi të përditshme, këto momente të jemi për shkak edhe ne punojmë, mendojmë dhe dhojmë sugjerime për sigurinë e të fëmijëve tanë, familjarëve tonë. Pra, është kënaqësi të jem pjesë e misionit juaj. Pra, po në cilësinë jo si ekspert i sigurisë, po si prind është pa përshkrueshme, është një ndjenjë e veçantë sepse pavarësisht asaj që shumë herë ne mendojmë që ndjenja e prindrit ndryshon me evaluimin e kohës, rritjes së vajzave, por sa herë jam me vajzë në televizion, kthena para se të lind vajza, domon çat moment kthena emocional, domon është e papërshkrueshme, faleminderit për këtë ndjenje. Një retrospektive emocionale. Liana, mirëmëngjesi. Mirë se ke ardhur. Kënaqësi që të kemi në studio dhe më trego pak çfarë raporti ke me babin. Na lujna bashk, vizatojna bashk, apo punojna bashk. A të dëgjon babi dëshirat e tua edhe sugjerimet e tua për çka do që ti ki dëshirë me bo se me vepru? Po, Dëgjon. E ti sa e dëgjon babin? shumë. Për krejt. Po. Drizan? Është e vërtet. Është e vërtet. Është e vërtet sepse unë edhe vajza jemi 2+. Pra i mund të imagjinoni ku 2+ bëhen bashk, sa është efekti i ndëgjueshmërisë, po është interesant sepse fakt ju e përmend para se të fillojmë emisionin ngjashmëri. Ne propos që jemi ngjashmëri në aspektin fizik, kemi edhe ngjashmëri në aspektin edhe të mendurit dhe të qëndrimeve, pra kjo dëshmon faktin se kanë plusa ku po bashkohen, po krijohen një fartollëvije që pastaj bashkëshorta është ajo që do duhej që na hyj ndërmjet tonë, pra sepse jemi nganjëherë si me qenë në dy luftë të përbashkët unë edhe vajza. E vërtet. Thuhet që vajzat janë pikat e dopta, apo pika e dopte e babait, edhe po besoj që kjo është një fakt i vërtet. Çfarë ndjenje ka qenë për ty të jesh prind i një vajze në fillim, kur vetë se ka lind Liana? Është interesant sepse as bashkëshortja pas unë nuk kemi motra, edhe në familjen time, pra Liana është vajza e parë, dhe ka qenë një ndjenje pa përshkruar, një ndjenje sikurse me qenë kundërta më na lind një djalë pas 7 vajzave. Pa për me transmetu të shikuesit, ka qenë një ndjenje, një përshkrim domosdoshmë që më lind një djalë pas 7 vajza, faktikisht është vajza e parë dhe e pa përshkrueshme është, sepse kuptimin e jetës, unë mendoj, tash më kam të drejtë flas edhe në aspektin edhe subjektiv, si kuptimin e jetës njeriu mund ta kuptoj vetëm kur ka vajza, jo ku ka djem. Sepse lidhshmëria, ndjenja, komunikimi, besa edhe ngarkesat e përditshme të mia e ndjen vajza, tenton që më largoj nga shtresat e përditshme dhe pikërisht kjo është treguese asaj se jeta ka kuptim vetëm me vajza edhe i gëzoj dhe i përgëzoj të gjithë ata prindër që e kuptojnë këtë çështje dhe që në momentin që ata bëhen prind dhe definohet që është vajzë, do duhet të jenë të lumtur sepse është një ndjenjë pa përshkruar, është një ndjenjë e cila vlerën e ka shumë më të madhe sa ne mund të imagjinojmë ndonjë numër. Prandaj unë çdo ditë e kam pas fatin ta shoh duke rritur sepse ishte interesant kjo pjesa e asaj ku kalon një periudhë nga muaji i parë e tutje, evaluimi është shumë i shpejtë. Pra prindërit do duhet që se pakët deri në moshën 5 vjet, unë kisha bërë sugjerime dhe ligjore se edhe baballarët kenë mundësinë 3 vjet të para të lindjes së vajzës apo fëmijët me qenë pranë, sepse rritet shumë shpejt. Më bë dikush një pyetje që ka mendon ti, unë mendoj që më ka rrit tepër shpejt. I ka bo 7 vjet, edhe nga njerë me shok, thëm, edhe 10 vjet vje me të dashurin në ponë shtepet, që ati bëj. Kjo të jetë një çështje po e ndjeshme në një të ardhme të afërt. Drizan, pra, këtu me kuptim fjala edhe kush ka vajza botën ka. E vërtet është, domon nuk ka fjalë në vokabularin botëror, ta quhet gjuhëve, që për shumë fjalën vajzë.
nuk ka çmim ma të çmuar se me pas një vajzë. Nëse ne mendojmë një diamant, një cili mund të ketë me miliarda dollar vlerë, është vetëm 0,01% asoj vlerë që është qenurit me pas një vajzë në jetë. Sepse vajza ime poritet si më qenë motrë e imja, pra në vajzën time në shë dhe motrën time, që unë se kum pas fatin me pas, dhe kjo mu më rrit me dy ndjenja, me dy botra në një, pra e personifikon një gjë të tillë. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe, pra rrugtimin edhe të vajzës time, tentativën që edhe kjo të hynë në botën e medjave, po në botën e kulturës dhe artit, kjo është diçka e pa përshkrueshme, është diçka që merr formën dhe trajektorin e saj. Unë shumë herë më pas thënë të tjerët që unë do të bëj një gjë të tillë për vajza, s'kisha menduar. S'kisha menduar, sepse jemi rrit në kuptimin tradicional dhe aja pjesa e stigmimeve gjallë, pra me kuptimin me orën e vajzës time në jetë ka ndryshuar çdo gjë bota, unë e shoh ndryshe botën dhe kjo edhe më bën që të vazhdoj tutje në aspektin profesional. Joana, je me fat se e patëm rastin edhe na me dëgju sa shumë të vlerëson babi. Si ndihesh kur je me babin? Shumë mirë. Në përgjithësi, si ndihesh? Edhe kur jemi këtu në intervistë, a je më e sigurt kur është babi këtu prezent? Po. A kishe mujtë intervistën me realizua edhe nëse nuk ishte qenë babi? Apo me babin pak ma mirë? Me babin ma sigurt, ma rahat. Ma mirë. Po a je më afërt me babin a me mamin? Kjo pyetja. Ma shumë me babin. Ma shumë pse me me babin. babin? Du mami o Iliana tash, kur të dëgjën. O, me syza jena bashk. Bijemi ne kena njejt. Po. Ava nuk dina shka kena me lyp tjetër. Po, dhe krejt njejt, edhe dokën i njejt. Po. Ngjashmëria është shumë e madhe edhe në mendime, edhe në gjithë shka. Po, trego ma një rast, Liana, kur babi ta ka prish diçka, të ka thonë jo, nuk bën edhe nuk duhet, edhe ti ndoshta je mërzit pak. A ka në i kësi rasti? Besoj që kemi diçka. Jo. S'kemi. Për kur gjo? Jo. Hiq. Sa është e vërtet kjo? Çdo gjë që kia thot për mua është çështje e mbyllën, edhe që në moshën e saj, ku thot Liana e du një gjë të tillë, unë përfundon, domethënë nuk tentoj me ndryshu mendjen, as qëndrimin, po e kam fatin, pra që e kam një bashkëshorte që ta merret jashtëzakonisht shumë me edukimin e saj. Sepse unë i kam thënë bashkëshorte, po të ma le mu në dorë, unë mund ta devijoj sepse nuk di me thonë jo. Po. Do ne ekzistojnë vetëm dy fjalë, po edhe ani. Prandaj, për mos me te kalu po'n edhe anin në jetën tonë të përbashkët, atë e kam thonë, ordonat ti e ki për detyrë këtë pjesën tjetër me rregullu, sepse është ngjashmë si une, mendon si une, po sidhen dhe edukon e kopinonës. E kjo është aja kryesorja për mua, sepse ne do duhet të shqetësojmë gjërat të bazamenti familje. Familja ne qoftë në librat të shetë, sepse mësën se është muaj Ramazanit, po edhe në librat shkencor, femna e ka pozitën të rëndësishme. Pra edhe drejta zakonore jonë, kanuni legdozhenit ka edhe fuqizuar gjenin femrore. Prandaj femrat do duhet jenë cilë si kryesori i kësaj shoqërie. Ne do duhet t'i promovojmë dhe t'i aftësojmë dhe edhe ky emision ndoshta është një pikë ujë në oqean, po ne do duhet t'i nxisëm të gjithë ata që ndaj gjenisë femrore mos të kursejmë, ndaj gjenisë femrore mos të hezitojmë të ndihmojmë. Edhe këtë duhet fillojmë jo duke i sugjeruar të tjerë të bëjnë, po do duhet fillojmë nga vetvete, prandaj tentoj çdo kënd vajzën time të avancoj, të afirmoj, thamë vazhdo tutje, sepse unë si prind jam i obligueshëm që të qëndroj si ti ta krijosh një familje. Dhe vetëm atëherë ka kuptim ky cikël jetësor, pra ku vajzat tona shkojnë ta krijojnë familjen e tyre personale, atje të vazhdon tutje ajo tradita, prandaj kjo është çelësi kryesor një familje. Drizan, sa mendon se ka ndru roli baballarëve ndër vite, ka ndryshu? Unë mendoj që faktikisht pjesa e dinamikës, pjesa e pas përfundimit luftës, hopja kufeve, avancimi teknologjik,
ndryshimi edhe epokal të menduarit, pra emancipimi, kanë ndikuar pozitivisht në çështjen e pozicionimit edhe të prindit jo statik. Prindit në kuptimin e baballarëve statik, po janë shumë liberal. Dhe pikërisht kjo liberalizimi në qëndrimin e veprime dhe në menduarit e ndihmon atë harmoninë e plotë brenda familjes. Pra, unë mendoj që kemi apo kemi po mbyllën një cikël shekullor të ndryshimeve mes koncepteve familjare mes familjes. Po Liana na tregon një moment që e ke pas me babin, ai moment shumë të lumtur që nuk e harron asnjëherë. Ndër shumë momentet që pa dyshim i ke njërën që e veçon. A dërgon babi çdo ditë ty në shkollë? Babi apo mami? Vetë. A vetë shkon, e ke shkollën afër. Oj, më që unë qënë babi ka njëre. A të pëlqen më shumë kur shkon shkollë vetë, apo kur të dërgon babi? Cila është ndjenja më e mirë për ty edhe që ndihesh më e sigurt edhe të shkon dita ndoshta pak më mirë? Të dyat. Të dyat. Po për mamin? Mamin e lënë të qetë. Po. Po bot ka njëre e nervoz. Po. Ti apo bosh ndonjëherë nervoz me babin ose mamin? Na dy nuk bëhëm kur nervoz. Okej. Ju dy tim, kështu kokëni bash. Ekipe. Dream team. Çdo herë, po, dream team. O vesh, mami po bot shumë nervoz. Okej. Mami ka atë pjesën më të vështirë, kështu që arsyetohet. Po kush të ndihmon më shumë me detyrat e shtëpisë që i ke nga shkolla? Nga shkolla, gjuhë shqipe, unë e baj vetë. Po. O matematikës, unë ndihmon babi. E lëndë të tjera? Lëndë tjera, mami. Mami. Prapë edhe mami këtu pas ka një kontribut të Po mirë. Liana, pasi që është dita e baballarëve, cili është aktiviteti që të pëlqen me bu mas shumë ti me babin? Me lujt PlayStation. Okej, luni dhe PlayStation bashka. Po. Kush fiton më shpesh? One. Drizani, ja lënë kështu shpesh herë edhe me triumfu. Është interesant sepse femën po është rritur me një farë fineset një djalit, por në qoftë se Zoti ma fal një fëmijë tjetër garant do duhet të jetë djalë sepse o tiport një djalit kështu në koncepte, po pikërisht unë them që vajzat janë kopja më e mirë e baballarëve. Po. E sheni vajzat, e sheni baballarë, sepse dashuria e parë e një vajze në jetën e saj është baba. Prandaj edhe për babën dashuria e parë në jetë, e pastër dhe sinqert është vajza. Prandaj edhe ndarja emocionale kur vjen koha e shkurës në jetën e saj, destinacionin e saj të rrugës, është shumë e rëndë edhe për babën, po edhe për vajzën, sepse disi fillon ajo me kuptu realitetin se duhet ndahet tani më kjo dashuri në dy anshme që ka sepse në jetën e saj do të vjen një person tjetër. Do të vazhdon tutje, do të krijon familjen e saj. Dhe pikërisht këto janë ato momentet më të vështira ku baballarët e kanë kuptuar dhe kuptojnë dhe e ndjejnë, pra unë nuk e thash krahasisht, mas 10 viteve zi çka të bëj dhe zi që do të veproj. Po njëherë i rahat, Drizan, ka ku edhe pa. Edhe 10-15 vjetë. Po shpresojmë. Shjoj edhe këto vite sa kanë bet. Cilat janë disa nga mësimet që tenton patjetër që t'ja mësosh Lianës që i ke trashëguar nga babai? Sinceriteti është njëra nga çelësit kryesore, po njëkohësisht edhe pjesa e forcisë. Sepse nga njëre këtu është një konflikt edhe të pikpame dhe qëndrimi, sepse gruaja është shumë liberale në kuptimin e asaj që femna do duhet jetë edhe në tiparet e një femne, por edhe do duhet të rritet si një vajzë normale. Unë jam pak në aspekt në asoj që insistoj të pjesa e sigurisë pak e afektoj. Nga njëre jam ndoshta edhe i vrash në qëndrime, sepse thëmë jetës nuk i dihet, sepse çdo gjë ndërlidhet në asoj që ku ne baballarë nuk do të jemi më në mesin e vajzave tona. Sepse është një cikëll normal jetësor që ne vazhdojmë për te botës. Dhe pikërisht në këtë aspekt unë e kam atë frikën dhe dëshiroj që vajza ime ku unë nuk do t'jem, në krahun e saj të djathtë. Të vazhdoj tutje edhe të dinë dhe ta ndjen mungesën time në një format, në një forcë për të jetuar tutje, për të patur atë që unë
e ka kuptuar që është rritë me babin, babi ka mësuar që jeta është e vështirë dhe çdo gjë që ma ka mësuar babi dhe mami është çështje se do të ballafaciona në jetën time personale, por që do t'ja dalë me sukses sepse mungesa fizike nuk do të thotë që mungesa e ndjenjave dhe emocioneve do të mungoj në rritjen e vajzës dhe më tutje në jetën e saj personale. Po Liana, ty çfarë do që të ndodhë në shkollë ose kur del me shoqe, a i tregon babit çdo herë? A ka diçka që i mban msheft babit? Jo, kur heq. Asnjëherë, je shumë e hapur. Kjo është edhe një ndër ndërsa vetit më të mira që e bën fëmijën me u ndi shumë komfort, që mos më mshif kur gjohë edhe gjithmonë me qenë e hapur edhe eviton çdo rrezik të mundshëm. Kjo është suksesi prapi bashkëshorët, sepse është ajo thënia pas një burri të suksesshëm është një grua e fortë. Është fakt, është ëndrat e mia profesionale, ëndrat e mia familjare nuk mund të kishin qenë të kuptim plot pa bashkëshortën. Pra është qelësi, është promotori kryesori çdo pozitivitetit në familjen tonë. Edhe ne tentojmë, bashkëshorët tentojnë që shokët e Lianës, shokët e sinqert, jem unë dhe vetë bashkëshortja. Ku e di që na jemi dy shokët e saj, ne nuk e lejojmë asnjë me gabu, sepse është kjo pjesa më e madhe pengesa që me vazhdimin e pubertetit e adoleshencës kur vjen. Kjo duhet të kuptoj që ne ja dojmë të mirë, ne jemi ata shokë të sinqert, shokë të vërtet, që mund të jetë të hapën për çfarë do problematike pengesën në jetë. Sepse është problem gjeneratën me eduku mërënda një gjenerate. E vërtet. Pra, ku e dinë që babën e kosh, përpos babë e ka edhe shok, ku mamin përpos mame e ka edhe shoqe, pa dyshim që e krijon një personalitet të fortë për jetën e saj për sfidat. Do shta tash është pak e vështirë me kuptu Liana këtë pjesë që veç që jeni shok të vërtet saj, po që me kohën e kupton edhe vetë. Unë besoj që është mikje pjesa e teknologjisë, sepse këtë story, këtë intervjistë, ndër të tjerat, i ruajmë dhe me kalimin e kohës sa më e madhe që sa më shumë që rritet doja rikujtojmë dhe do të bisedojmë dhe këtyre gjërave. Patjetër. Faleminderit shumë të dyve që ishit me ne në studio, edhe faleminderit që na e zbukuruat këtë edicion edhe bët shumë atraktive dhe shumë të mirë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi. Shumë faleminderit Liana, faleminderit që ke qenë sot pjesë e emisionit edhe ne shpresojmë të pas prapë, sepse ti edhe pianiste edhe pse jo me të pas në emision. Me na luj do një pikë këto. Patjetër, Liana, pranon gjithë. Mendoj, po thot Liana, të shohim. Faleminderit shumë. Faleminderit pionës juve dhe një mesazh për të gjithë prindërit. Duheni vajzat sepse është gjë më e shtrenjtë në jetën që e keni, është pasunia me të cilën do duhet të vazhdojmë të jetojmë dhe të ecim tutje dhe gjithmonë duhet t'i lojmë derën e hapën vajzave në jetat e tyre sepse duhet të dinë që dera e babës është e hapën për çfarë do pengese në jetë dhe jemi shtylla kryesore për sukseset fëmijëve tanë. Faleminderit shumë për këto mesazhet. Kënaqësi. E tani të dashur miq, po ndajemi nga kjo intervistë mjaft të këndshme dhe është koha që të ndjekim edhe